Po të halluni sot në një aktivitet që nuk ka të bëjë me spitalin, por besoj që i keni marrë me shumë dëshirë këtë pjesëmarrje. Po, pas ftesës që na bëhet ju, ne kemi marrë me shumë dëshirë, sepse nuk ka vend ku lodhja mendore, lodhja fizike, psikologjike është më e madhe dhe institucion që duhet promovoj më tepër vlerat e aktivitetit fizik për gjithë mirat që ka se spitali. Pastaj elementi i dytë është edhe elementi i socializimit, me thënë drejtën, janë gjithë shok, miq tonë që një oportunitet edhe për të kaluar masditet së bashku në mënyrë të shëndetshme, le të themi, dhe tjetra takojmë edhe miqtë e vjetër dhe miqtë që na kanë dhuruar dikur emocione, që kanë qenë ikonat tona, lojtarët e vllaznisë, gazetarët e tjerë. Ju uroj suksese. Shohim që keni marrë shumë seriozisht këtë organizim. Po si çdo gjë, ne kena në ADN-n tonë është disiplina, korrektësia dhe serioziteti për çdo gjë. Ne do të napim maksimumin, ta vlerësojmë maksimalisht për me prezantu spitalin rajonal, siç e prezantojmë që është spital kampion në spitalet rajonale për punë që bën, edhe në aktivitetet tjera japim maksimumin që dalim sa më mirë. Dhe në fakt të shohësh duke lutur doktor të njohur, besoj që është kënaqësi për gjithë. Patjetër, është edhe ne jemi këtu edhe për të për të promovu gol. Jemi për të promovu jetën e shëndetshme. Kush më tepër se ne duhet ta bëjmë. Prandaj gjithë së bashku këtij qytetit që i kena dediku jetën, i dedikojmë jetën, i detyrohemi gjithçka, ta shndrojmë këtë energji pozitive që sa më tepër aktivitete sportive, kulturore, dhe në këtë mënyrë të kalojmë masditet sa më të këndshme. Në fund fundit, thelbi i jetës është raporti ndërmjet punës dhe kohës lirë, si e shfrytëzon. Mendojmë që kjo është një mënyrë për me shfrytëzuar shumë mirë kohën e lirë. Faleminderit. Lutem.